Për një javë, osmanët e kishin të pamundur të kalonin. Por ky sukses u dha mirëditorëve vetbesim të tepërt. Duke menduar se rreziku kaloi, ata fillojnë humbasin disiplinën dhe neglizhojnë pozicionet e tyre. Grupi osman i ardhur nga mati shfrytëzon rastin. Turqit lëshojnë një sulm të përqendruar dhe arrin të thyejnë mirëditorët të cilët kapen në befasi. Tani asgjë nuk ndalon vërshimin osman në Mirdit. Si çajin mes për mes krahinën, grupi osman ndahet dhe godet nga mbrapa forcat që ende po mbaheshin. Betejë një javore na ndihmoni të shpërndajmë historinë e Shqipërisë. Bëuni kryeplaku i Fisit dhe ngrini zërin tuaj në Patreon.